Falja e namazit me fanel të shkurt, pa krah, se quajnë sot këmën hesapi, e që flenë zakonisht djemët me te. Falja e namazit me te është e lejuar për e urrejtur me kruh. Ka ardhur në hadith të Buhari's që transmeton Buhariu dhe Muslimi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: mos falet dikush prej jush duke mos pasur krah asgjë. Nga kjo kanë marrë disa ulema se Hanbelit se nuk bën më fal në atë formë, por të tjerët kanë thënë se është vetëm se e papëlqyer e urrejtur. E para e dyta, hadithi cek nëse s'ka asgjë nalt. Ndërsa fanelin kur e ka nalt diçka, andaj nuk futet drejt për së drejtën e hadith. Pra, falja namazit në fanela që quajmë ne me krah të shkurt, që është për mashkuj, është e lejuar por e papëlqyer e urrejtur. Sepse robi duhet falet, duhet vishet sa më mirë kur fal namaz, kur del para Allahut të madhëruar te bareke ve teala.